Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet deri në këto momente. Ditën e sotme 5 bashkitë të vendit zgjedhin kryetarët e tyre. Në këto zgjedhje të pjesshme janë ftuar para kutive të votimit mbi 300.000 zgjedhës. Në daljen e tij për mediat pas orës 16, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha se deri më tani nuk ka pasur asnjë problem gjatë procesit të votimit. Ajo që bie në sy është pjesëmarrja e ulët në votime. Ndjekim prononcimin e dhënë nga zoti Celibashi. Mirë, atëre kelen edhe më pak se 2 orë nga përfundimi i procesit votimit, i cili sikurse kemi bërë edhe më herët me dje, përfundon në orat 18:00. Nga informacionet që kemi marrë nga terreni, nuk rezulton që të ketë problematika signifikative të zhvillimit të votimit gjatë periudhës nga komunikimi i fundit me ju deri tani. Është raportuar vetëm për 2 problematika të themi, një në Cerrik dhe një në Vlorë. Ai i Cerrikut ka të bëjë me sjelljen e një vëzhguesi, gjithsesi duke verifikuar nëse ka qenë vëzhgues apo ka qenë një qytetar aty në qendrën e votimit, me pretendimin nga një subjekt politik që ky vëzhgues ka qenë duke parë se për kë votonte një votues, por akoma nuk mund ta themi me siguri se si qëndron e vërteta e këtij në lidhje me këtë pretendim. Ndërkohë në një qendër votimi në Vlorë ka patur një diskutim ndërmjet kryetares në fakt të qendrës votimit me operatorin lidhje me procedurat e identifikimit. Edhe këtë rast KQZ po e verifikon se cila ka qenë sjellja e secilit prej këtyre 2 funksionarëve. Për përqindjen, ndërkohë ju e konsultoni në mënyrë periodike në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po kështu edhe pjesëmarrjen sipas grup moshave, ku vazhdon të themi grup moshe e atyre votuesve mbi 65 vjeç të kenë përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes deri pak më parë. Zoti Celibashi, ju sapo njoftuat dhe njerë që procesi votimit përfundon në orën 6 pasdite, por në rast se ka votues jashtë hyrëve të qendrave të votimit do lejohen të votojnë, ndërkohë sa i takon të pjesëmarrjes. Shihet se mund të themi në një farë mënyrë ka një bojkot të rinjve të procesit zgjedhor të pjesshëm. Nga eksperienca juaj ndër vitet dhe në drejtimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si e lexoni këtë pjesëmarrje të ulët të rinjve? Në lidhje me pyetjen e parë, nëse në momentin e mbylljes së qendrës votimit do të gjenden votues jashtë qendrës votimit, pra në orën 18:00, Komisioni i qendrës votimit duhet të evidentojë ata votues të cilët gjenden në atë moment jashtë qendrës së votimit dhe do të lejoj për të votuar vetëm ata votues të cilët do të jenë pjesë e kësaj liste apo e kësaj evidence. Askush tjetër pas orës 18:00 nuk mund të lejohet të votojë. Tani për sa i përket pjesëmarrjes së ulët të votuesve që i përkasin grup moshës 18 dhe 24, është një trend në përgjithësi edhe në vendet e tjera që përgjithsisht kjo grup mosh votuesish nuk është se kanë interes të madh për të qenë të aktivizuar në procese politike. Nësa duket edhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky trend europian të themi apo dhe global, pak pra sa unë e njoh që është kështu. Dhe nuk është çështje e asaj se çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse ne kemi bërë vërtet shumë në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm për të nxitur pjesëmarrjen e të rinjve në
procesin zgjedhor, por me sa duket edhe partitë politike vetë apo dhe organizatat të ndryshme të shoqërisë civile do duhet punojnë më shumë në aspektin e nxitjes së kësaj grupmoshe për të qenë më interesuar për proceset politike që zhvillohen. Do të pyesja për një rast në fakt që ka ndodhur në Florë, nuk e di nëse jeni në ndjenjë apo jo dhe keni marrë informacionin për shkak se kanë dalë pamjet. Ka qenë në një qendër votimi ku në një flet janë shënuar numrat 3 shifror që kanë qytetarët në listën e votuesve dhe ky numër mbahet shënim nga komisioneri i Partisë Socialiste, i serviret më pas zyrës ose le të themi regjistrit patronazhistëve që ata kanë, duke shënuar kështu se cilët qytetarë kanë votuar dhe cilët jo. Pra, sërish një tjetër rast i le të themi asaj që cilësohet si patronazhim ose mbajtja shënime, cili qytetar voton dhe cili jo. Keni ndjenjë për këtë rast dhe me sa duket përgjatë ditës së sotme është nga të vetmet problematika që mund të jetë konstatuar. Jo, nuk e kemi këtë informacion, po nëse kemi edhe numrin e qendrës votimi mund ta verifikojmë se kush është rasti dhe komisionerin e gjemi i cili ja u kemi dhënë porosin në mënyrë të veçantë, që veçanërisht komisioner dëvëzhguesit të cilët gjenden në ambientet e qendrës votimit, nuk do të duhet të mbajnë shënim votuesit të cilët marrin pjesë në votime dhe më shumë akoma t'ja bëjnë me dije pasaj përfaqësuesit, drejtuesit të tyre politik. Në shumicën tërmuese të rastet, paktën për informacionin që ne disponojmë si KQZ, ky udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është respektuar. Ndoshta në disa qendra votimi dhe mund të jetë ndryshe, por do ta verifikojmë edhe këtë rastin e Vlorës. Pyetje tjera nuk kemi. Mirë, faleminderit. Ndoqëm konferencën për media të kryekomisionerit Ilirian Celibashin, ndërkohë do të shkojmë sërish në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është gazetarja jonë Fabiona Pasho, e cila do të na përcjell të dhënat të përditësuara lidhur me numrin e qytetarëve të cilët kanë votuar deri më tani dhe se kur pritet që të nisë numërimi. Fabiona, të përshëndes. Si ka qenë ecuria deri tanishme e procesit, Fabiona, dhe sa është pjesëmarrja në këto votime, pra për bashkitë konkretisht Mat, Vlorë, Tepelencë, Rikë dhe Berat? Në fakt, Ada, ashtu siç edhe ndoqëm pak më herët kryekomisionerin Ilirian Celibashi, në fakt edhe nga komunikimet e vazhdueshme që kemi dhe informacionet që vinë edhe nga qytetet në të cilat zhvillohen zgjedhjet, ka qenë një proces i gjatë, i qetë përgjithsisht dhe nuk ka pasur probleme. Procesi mbyllet në orën 18, ashtu siç edhe e njoftoi kryekomisioneri Celibashi, ndërkohë që për sa i përket shifrave të përditësuara nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi të bëjmë pra të paktën informacionet përditësohen vazhdimisht, por deri pak minuta më parë në total në të 5 bashkit kanë votuar 16.32% e votuesve, zgjedhësve. 1% e ulët që ashtu siç edhe është thënë përgjatë gjithë ditës së sotme duket ka ngritur një shqetësim për sa i përket interesit të qytetarëve, që duket se po shkon gjithmonë më shumë në rënje për sa i përket pra pikërisht interesit për të votuar. Ndërkohë, nëse ndalemi tek qytetet, tek bashkit, kemi Vlorën me 11.15%, në Berat 17.31%, në Cërik 23.77%, në Mat 37.63%, në Tepelen 31.14%. Ndërkohë, ashtu siç edhe dihet tashmë, këto nuk janë të dhënat përfundimtare, pasi ashtu siç e thash pak më herët, kemi të bëjmë me të dhëna që përditësohen vazhdimisht. Megjithatë, deri në këto momente janë raportuar në Vlorë 176 nga 231 qendra votimi, në Berat 84 nga 116, në Cërik 45 nga 57, Mat 24 nga 47 dhe Tepelen 14 nga 21. Pra këto janë të dhënat që kemi deri më tani për sa i përket procesit të votimit dhe sigurisht pjesëmarrjes. Ashtu siç e tham, ka një interes të ulët, veçanërisht nga moshat e reja, duket se moshat e reja gjithmonë më shumë po bojkotojnë këtë proces
proces kaq të rëndësishëm demokratik është gjatë gjithë ditës në fakt sot është bërë thirrje për që qytetarët të afrohen pranë qendrave të votimit dhe të votojnë, por duket se deri më tani edhe pse na ndajnë vetëm pak minuta nga mbyllja e zyrtare e procesit të votimit. E qartë, Fabiana, në fakt është deklaruar edhe nga kryekomisioneri që ka qenë një proces i qetë, pra nuk janë shënjuar problematika që mund të ndikojnë në procesin e votimit. Por ndërkohë, i gjithë ky proces përfundon në orën 18, unë do doja të ndaleshim pak përpos pjesëmarrjes në shifra edhe te grupmoshat, sepse shohim që pasteje janë të dhënat mbi grupmoshat që kanë apo janë drejtuar kutive të votimit. Dhe shohim që në një përqindje të lartë janë në moshën 35-45 vjeç në mos gaboj nga dhënat që janë pasteje, pra të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që përqindja më e ulët është në radhët e atyre që i takojnë grupmoshës 18 deri në 24 vjeç. 18 deri në 24 vjeç. Në fakt po është e drejtë, e ka përmendur edhe zoti Celibashi pak më herët, interesin pra sipas grupmoshave, nga grupmosha 18 deri në 24 vjeç janë në total 18.104 votues deri më tani. Pra si grupmoshe cila i takon e drejta e votës, por kanë votuar 15.618. Ndërkohë, grupmosha 25 deri në 34 vjeç janë në total 31.998 zgjedhës, nga të cilët 27.780 kanë votuar. Nga grupmosha 35 deri në 44 vjeç është edhe numri më i lartë sigurisht i votuesve, ndjekur nga grupmosha mbi 65 vjeç. Pra, kemi interesit më i madh duket jetë nga grupmosha e mesme dhe sigurisht të moshuarit, ashtu siç kemi ndjekur, kemi pasur mundësi të ndjekim edhe gjatë gjithë ditës së sotme, që janë të pikërisht të moshuarit ata që drejtohen me më shumë përgjegjësi pranë qendrave të votimit që në orët e para për të shprehur edhe vullnetin e tyre nëpërmjet votës, por pse jo edhe për të kryer një detyrë qytetare, pasi është një proces tejet i rëndësishëm demokratik ku qytetarët kanë mundësi të zgjedhin ata që do i përfaqësojnë, pavarësisht se ky është një mandat më pak se 2 vjeçar për kryebashkiakët që do të dalin nga zgjedhjet e sotme, për ata të cilët do të besohen në këtë proces. Edhe në fakt, zoti Celibashi u pyet mbi faktin që ka një pjesëmarrje të ulët në radhët e të rinjve, veçanërisht atyre që mund ta kenë këtë proces pra votimi për herë të parë, dhe tha që është e njëjta situatë krahasimisht edhe me proceset e mëparshme. Megjithatë, do mbetet për të parë se si do të lexohet pjesëmarrja e votuesve në këto bashki pra për zgjedhjet lokale, ndërkohë pritet dalje të tjera nga kryekomisioneri zoti Celibashi. Po, Ada, pas përfundimit të procesit, mbylljes zyrtare të procesit të votimit, zoti Celibashi do të dalë në orën 18:30 për të bërë një rezume të gjithë ditës së sotme, për të treguar shifrat e përditësuara, pavarësisht se mendoj se do të ketë edhe përditësime të tjera, pasi qendrat e votimit përgjithsisht pra raportojnë me pak vonesë, kështu që megjithatë zoti Celibashi në 18:30 do të jetë në një konferencë tjetër për shtyp, ku do të japë të gjithë informacionin se si është mbyllur, ashtu siç është përmendur, votimi do të vijojë përtej orës 18 në rast se ka qytetarë të cilët presin pranë qendrave të votimit për të votuar, por gjithsesi është vetëm kaq, pra nuk do të ketë shtyrje të orarit. Më pas do të jetë zoti Celibashi ai i cili do të bëjë të gjithë përmbledhjen e procesit të sotëm dhe do të kemi mundësi më pas të ndjekim edhe sigurisht kalimin e materialeve zgjedhore, kutive të votimit nga qendrat e votimit drejt qendrave të numërimit, ku do të vijojë më tej edhe procesi i numërimit të votave në këto 5 bashki. Dhe pa diskutim interesi është leximi i votës së qytetarëve. Kur do të fillojë ky proces, Fabiana, ka të dhëna dhe kur pritet kemi rezultatet e para? Në fakt, ashtu siç është theksuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditën e sotme, pritet që të paktën ditën e nesërme të kemi një rezultat, megjithatë mesditën e nesërme, megjithatë kjo mbetet për të parë në varësi të procesit, sepse ashtu siç kemi në fakt edhe eksperjenca nga zgjedhjet e kaluara, ndodh që procesi i numërimit të shtyhet, të fillojë me vonesë, të ketë problematika të ndryshme, kështu që mbetet e gjitha për të parë se kur do të fillojë. Në një situatë rregullt, menjëherë pas procesit
procesi të votimit bëhen edhe proces verbalët përkatës dhe qendrat kutitë e votimit kalojnë në KZZ përkatëse për tu numëruar. Megjithatë, ashtu siç e thash, kemi të bëjmë me një situatë që nuk e dim se çfarë do të ndodhë, sepse shpesh herë janë edhe konfliktet politike të cilat hyjnë në mes dhe bëjnë që të ketë shtyrje të procesit të numërimit. Mbetet për tu parë në orët në vazhdim se si do të funksionojë. Megjithatë, plani i KQZ-s është që ditën e nesër megjithatë të ketë përfunduar dhe ne të kemi një rezultat të qartë të shprehjes pra se çfarë kanë zgjedhur qytetarët ditën e sotme. Megjithatë, ajo çfarë ka qenë risi është që për Bashkinë Tepelen numrimi do të realizohet në të njëjtën kohë, pra krahas manualisht edhe përmes inteligjencës artificiale. Do të kemi mundësi të shohim nëse përputhen apo jo të dhënat që do dalin nga këto dy procese numrimi. Unë falenderoj Fabiona, kënaqësi. Faleminderit për gjitha detajet e përcjella. Faleminderit. Mirë, ishim me gazetaren tonë Fabiona Pasho nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë të dhënat të përditësuara lidhur me procesin e votimit në 5 bashki të vendit. Skan Televizion në fakt ka qenë për gjatë gjithë ditës së sotme duke përcjell hap pas hapi atë që ka ndodhur mbi procesin e votimit në këto 5 bashki, ndërkohë që i rikthehemi zhvillimeve, pasi do të jemi edhe në vijimësi të informuar dhe duke përcjell çdo zhvillim që vjen nga kutitë e votimit, të cilat mbyllen në orën 18. Ndërkohë, eci më tej, Bashkia Vlorë mblet rreth 12 milion euro nga të ardhurat e veta vendore dhe shpenzon dy fishin e tyre. Shpenzimet për banor arrin në 198 euro dhe përfshihet në listën e bashkive me shpenzimet më të ulta. Bashkia Vlorë ka pasur një performancë në rritje sa i takon të ardhurave të mbledhura për gjatë vitit që lan pas, kjo ndikuar edhe nga fakti se është një njësi bregdetare. Të dhënat e detajuara të raportit mbi pushtetin lokal sipas taksave dhe tarifave që mbledh bashkia tregojnë se peshën kryesore zë tarifa e pastrimit me afro 318 milion lekë të mbledhura, apo 3 milion euro, thuajse në dy fishim në raport me një vit më parë. Taksa e ndikimit në infrastrukturë është e dyta për nga pesha që zënë të ardhura totale të bashkisë, në rreth 2 milion euro në 2024, dhe pse ka pësuar rënjë të konsiderueshme nga viti 2023 ku janë mbledhur rreth 2.8 milion euro. Taksat e tjera vendore kanë krijuar afro 2.8 milion euro të ardhura për gjatë vitit 2024, duke u dyfishuar në raport me 2023. Nga taksa e ndërtesës janë mbledhur 1.9 milion euro me trend në rritje në krahasim me një vit më parë. Të ardhurat e tjera jo tatimore zën afro 1.4 milion euro, tarifa për zënien e hapësirës publike 927.000 euro dhe të ardhurat nga toka bujësore vetëm 147.000 euro. E thënë ndryshe, vetëm nga burimet e veta, Bashkia Vlorë ka mbledhur afro 1.2 miliard lekë apo 12 milion euro. Sa i takon shpenzimeve sipas natyrës ekonomike, pjesa më e madhe e buxhetit të Bashkisë Vlorë shkon për shpenzime personeli me afro 1.3 miliard lekë apo rreth 13 milion euro, të cilat kanë ardhur në rritje në raport me 2023-shin. Ndërsa 723 milion lekë apo 7.3 milion euro shkojnë për shpenzime operative, që gjithashtu janë në rritje. Për shpenzime kapitale gjatë vitit që lan pas kanë shkuar 340 milion lekë apo 3.4 milion euro, nga 1.9 milion euro në 2023-shin. Shpenzime totale të bashkisë shkojnë në 2.4 miliard lekë apo rreth 2 fishi të ardhurave. Referuar censit 2023, Bashkia Vlorë ka një popullsi prej 79.513 banor dhe është një ndër më të mëdhat e vendit me potencial të lartë në zhvillimin e turizmit dhe përqendrim të lartë të bizneseve në sektorin e shërbimeve si bar, restorante dhe hoteleri. Vlora renditët e treta në rang bashkie pas Kamzës dhe Durrësit, përjashtuar Tiranën, për nga pesha e të ardhurave sipas bashkive ndaj totalit të ardhurave vendore 2024 me rreth 7% dhe në vendin e 4 sa i takon peshës së shpenzimeve. Të ardhurat për banor në Vlorë llogariten në 103 euro, ndërsa sa i takon shpenzimeve për banor, niveli regjistrohet në 198 euro, shifër kjo që rendit ndër bashkitë me shpenzime të ulta për frym, ndërsa sa i takon shpenzimeve për investime, ato llogariten në 28 euro për banor, nivel ky shumë i ulët në raport me bashkitë të tjera. Ndërkohë, 33 euro llogariten investimet për banor të bëra në Bashkinë Berat, ndërsa totali i shpenzimeve për banor të Bashkisë Berat është 182 euro dhe përfshihet në listën e njësive me shpenzimet më të ulta. Regjistruar një trend në rritje të ardhurave për gjatë vitit që lan pas. Peshën më të rëndësishme ndër të ardhurat e veta e zëzërit taksave të tjera vendore me afro 138 milion lekë apo 1.3 milion euro. Nga tarifa e pastrimit janë mbledhur rreth 85 milion lekë, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë afro 58 milion lekë,
Nga taksa e ndërtesës afro 50 milion lek, të ardhurat të tjera jotatimore përbëjnë 30 milion lek, ndërsa taksa e tokës bujqësore kontribuon me afro 19 milion lek. Sa i takon shpenzimeve, edhe Berati nuk bën përjashtim nga njësitë të tjera administrative, ku pjesën më të madhe të buxhetit e çon për shpenzime personeli, me rreth 644 milion lek apo 6,4 milion euro në vitin 2024 dhe me rritje në raport me një vit më parë. Shpenzimet operative nga të ardhurat e veta regjistrohen në 347 milion lek apo rreth 3,4 milion euro, ndërsa shpenzimet kapitale janë vetëm 242 milion lek apo 2,4 milion euro dhe paraqiten me rënje në raport me një vit më parë. Referuar të dhënave të censit 2023, Bashkia Berat ka rreth 65.000 banor. Të ardhurat e veta për banor në Bashkinë Berat rezultojnë në 52 euro, duke bërë pjesë në bashkitë me të ardhura mesatare, ndërsa të ardhurat e përgjithshme për banor janë 160 euro, duke u renditur ndër 8 bashkitë me të ardhura më të ulta. Totali i shpenzimeve për banor të Bashkisë Berat është 182 euro dhe përfshihet në listën e njësive me shpenzime më të ulta, ndërsa shpenzimet për investime janë vetëm 33 euro për banor. Pavarësisht këtyre të dhënave, Bashkia e Beratit ka potenciale të larta për turizëm, i cili ka tendencë zhvillimi gjithvjetor, çka do të kontribuonte në shtim të konsumit, zgjerimit të bizneseve dhe fuqizimin ekonomik të bashkisë. Bashkia Tepelen ka rritur ndjeshëm të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore gjatë vitit 2024, ku duket se tokat bujqësore dhe ndërtimet e reja kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm. Tepelena është një ndër bashkitë me shpenzimet më të larta, por investime në nivele më të ulta. Bashkia Tepelen rezulton me rritje të konsiderueshme të ardhurave vendore gjatë vitit 2024 krahasuar me vitin 2023. Të dhënat zyrtare tregojnë se në pothuajse të gjitha kategoritë të ardhurave është regjistruar përmirësim. Rritjen më të forte ka shënuar taksa e tokës bujqësore me një kapërcim prej 396% nga 1,2 milion lek në vitin 2023 në rreth 6,1 milion lek në vitin 2024. Një tjetër rritje e konsiderueshme është ajo e taksës së ndikimit në infrastrukturë, e cila është rritur me 198%, duke kaluar nga 1,8 milion lek në 5,5 milion lek. Ky trend tregon dhe interes më të lartë për ndërtime të reja në këtë bashki. Në kategorinë e tarifës së pastrimit është shënuar një rritje e qëndrueshme prej 63%, duke arritur në 8,2 milion lek, çka tregon rritjen e mbulimit të shërbimit në zona më të gjëra të qytetit dhe fshatrave përreth. Edhe taksat e ndërtesës kanë pasur një rritje modeste me 12%. Një tjetër shtyllë e rëndësishme e financave vendore ka qenë rritja e të ardhurave jotatimore, të cilat kanë kapërcyer me 80%, duke u ngjitur nga 17 milion lek në 2023 në 30,7 milion lek në 2024. Kjo rritje lidhet me përmirësimin e menaxhimit të aseteve, tarifave të shërbimeve dhe qirave publike. Sa i takon shpenzimeve, pjesa më e madhe e buxhetit shkon për shpenzime të personelit me afro 197 milion lek, të cilat kanë pësuar rritje në raport me 2023, ndërsa shpenzimet për investime zun vetëm 16,7 milion lek në vitin 2024, me një rritje të lehtë në raport me një vit më parë. Të ardhurat e veta për banor në Bashkinë Tepelen llogaritën në 6.946 lek apo rreth 70 euro, duke bërë pjesë në grupin e bashkive me të ardhura mbi mesatare, ndërsa totali i shpenzimeve për banor regjistrohet në 36.464 lek në vit për banor apo rreth 365 euro, duke u renditur si bashkia e 7 me shpenzimet më të larta në vend. Por në 8 bashkitë e fundit sa i takon shpenzimeve për investime për banor në vetëm 1.804 lek në vit apo rreth 18 euro. Referuar të dhënave të censit 2023, Bashkia Tepelen ka 8.461 banor në total dhe në raport me censin 2011, popullsia e bashkisë rezulton të jetë ulur me rreth 36%. Në Bashkinë e Tepelenës, risia e këtij viti është se përveç numërimit manual do të aplikohet paralelisht edhe numërimi i votave me inteligjencë artificiale. Procesi i numërimit do të transmetohet në kohë reale. Gjatë paraditës së sotme, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, doli në një konferencë për mediat lidhur me ecurinë e procesit të votimit deri në orën 10. Sipas Celibashit, deri në këtë orë nuk ka pasur asnjë problem me pajisjen e identifikimit elektronik PI. Procesi i votimit ka vijuar normalisht në shumicën e qendrave të votimit. Ai njoftoi se procesi i numërimit të votave pritet të nisë pas orës 18 të ditës së sotme, atëherë dhe kur mbyllet procesi i votimit, ndërsa parashikohet të përfundojë ditën e nesërme rreth drekës. Maksimumi dreka e ditës nesërme do të jetë përfundimi i procesit të numërimit.
të gjitha bashkitë, pra në të 5 bashkitë. Qartë si varet nga pjesëmarrja, por nëse pjesëmarrja do të jetë pak a shumë ajo e vitit 2023, të themi, me shumë mundësi do të aprofundojmë procesin e numërimit në mesin e ditës së hënë. Në Bashkinë e Tepelenës, risia e këtij viti është se përveç numërimit manual do të aplikohet paralelisht edhe numërimi i votave me inteligjencë artificiale. Procesi i numërimit do të transmetohet të kohë reale. Në çdo tavolinë numërimi ne kemi të instaluar kamera të cilat regjistrojnë gjithë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Fletët e votimit vendosen mbi tavolinë, filmohen, sikurse është bërë dhe në zgjedhjet e shkuara. Ajo çfarë kemi bërë ne dhe ku e përdorim inteligjencën artificiale është që të gjitha këto lexime, filmime të fletëve të votimit nëpërmjet një programi kompjuterik i cili, po e them kështu, i cili bazohet në inteligjencën artificiale, do të bëj leximin automatik sistemi, kamera të fletës votimit. Pra, Rikut paraqet luhatje sa i takon performancës së saj financiare, ku disa zëra të ardhurave janë në rritje, por ka nga ato edhe që kanë pësuar rënje, siç është taksa e ndikimit në infrastrukturë apo të ardhurat nga tarifa e pastrimit. Të ardhurat nga disa taksa vendore në Bashkinë Cerrik kanë shënuar rritje gjatë 2024-s, ndërsa të ardhurat jo tatimore kanë pësuar një rënje të ndjeshme, duke krijuar luhatje financiare në këtë njësi. Konkretisht referuar të dhënave zyrtare, të ardhurat nga taksa e ndërtesës janë rritur me 17%, duke arritur në 22 milion lek nga 18 milion lek një vit më parë. Edhe taksa e tokës bujqësore ka shënuar një rritje modeste prej 10%, duke arritur në 13.3 milion lek. Në të kundërt, taksa e ndikimit në infrastrukturë ka pësuar një ulje të madhe prej 49%, duke zbritur nga 2.9 milion lek në vetëm 1.5 milion lek. Tarifat për pastrimin e qytetit kanë shënuar një rënje prej 14%, ndërsa taksat e tjera vendore kanë njohur një rritje pozitive prej 7%, duke arritur në 38 milion lek, kundrejt 35.7 milion lekëve në vitin 2023. Ndërkohë, të ardhurat jo tatimore kanë pësuar një rënje të konsiderueshme prej 27%, duke u regjistruar në 19.2 milion lek. Sa i takon shpenzimeve, kjo bashki rezulton me një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve për personelin dhe operative, por paralelisht ka rritur dhe shpenzimet për investime, të cilat regjistrohen në rreth 136 milion lek. Cerriku bën pjesë në grupin e bashkive me të ardhurat të ulta për banor të siguruara nga buxheti i saj në rreth 36 euro. Po ashtu është ndër bashkitë me shpenzimet e përgjithshme më të ulta për banor, afro 15.749 lek apo 158 euro, ndërsa sa i takon investimeve, paraqet një nivel mesatar prej 4.238 lek për banor apo 43 euro. Referuar censi 2023, bashkia Cerrik ka 24.878 banor, me rënje prej 9% në raport me një dekadë më parë. Nga ana tjetër, bashkia MAT përfshihet në grupin e bashkive me investime të larta për banor, ndërsa ka pasur edhe performancë pozitive. Sa i takon të ardhurave, për gjatë vitit 2024, kontribut të rëndësishëm ka dhënë taksa e ndërtesës. Të ardhurat e bashkisë MAT janë rritur në disa kategori kryesore gjatë 2024-s në raport me një vit më parë. Kategoria me rritjen më të lartë është në taksat e tokës bujqësore, e cila ka shënuar një rritje prej 218%, duke ka përcyer nga 467.000 lek në vitin 2023 në 1.4 milion lek në vitin 2024. Edhe pse ende në shifra modeste dhe nën potencial, ky ndryshim i ndjeshëm tregon një përpjekje të bashkisë për të formalizuar pronësinë dhe përdorimin e tokës bujqësore, si dhe për të përmirësuar arkëtimin e detyrimeve nga ky sektor. Edhe taksat e ndërtesës kanë shënuar një rritje të qëndrueshme prej 43%, duke arritur në 19 milion lek nga 13.3 milion lek në 2023. Po ashtu taksat e ndikimit në infrastrukturë janë rritur me 36%, duke arritur në 4.6 milion lek krahasuar me 3.4 milion lek vitin e kaluar. Një tjetër burim i rëndësishëm të ardhurash ka qenë tarifa e zënjes së hapësirave publike, e cila ka shënuar një rritje prej 62%, duke u ngjitur nga 1.7 milion lek në 2.8 milion lek.
Ndërkohë tarifa e pastrimit ka mbetur e pandryshuar me vlera simbolike, duke reflektuar nevojën për përmirësim në mbledhjen e këtij shërbimi. Në kategorinë e taksave të tjera vendore, Bashkia MAT ka regjistruar një rritje të qëndrueshme prej 46%, duke arritur të mbledh 88 milion lek, po ashtu të ardhurat jo tatimore janë rritur me 86%, duke arritur në 19.8 milion lek nga 10.6 milion lek në 2023. Në total, të ardhurat e Bashkisë MAT për vitin 2024 tregojnë një tendencë pozitive pothuajse në të gjitha kategoritë. Rritja e konsiderueshme veçanërisht në taksën e tokës bujqësore dhe të ardhurat jo tatimore dëshmojnë për një qasje më efektive në administrimin fiskal dhe zgjerimin e burimeve vendore. Sa i takon shpenzimeve, pjesa më e madhe janë paga personeli dhe operative, por edhe ato kapitale kanë rezultuar në rritje. Të ardhurat e veta vendore të Bashkisë MAT janë 5.912 lek për banor apo rreth 59 euro, shpenzimet e përgjithshme 28.412 lek për banor, ndërsa shpenzimet për investime regjistrohen në 6.436 lek për banor apo rreth 65 euro, duke u përfshirë në grupin e njësive me shpenzime të larta në këtë drejtim. Referuar të dhënave të censit 2023, Bashkia MAT ka 22.103 banor dhe në një dekadë për shkak të ndryshimeve demografike ka pësuar një tkurrje me 20%. Zgjedhje ka pasur edhe në Kosovë ditën e sotme, ku mbi 1 milion qytetar të 18 komunave votojnë për zgjedhjen e kryetarit të tyre. Partia me më shumë komuna të siguruar nga raundi i parë është LDK, ndjekur pas nga AAK, PDK dhe Lëvizja Vetvendosja. Në Kosovë votohet për raundin e dytë të zgjedhjeve për 18 komuna. Janë mbi 1.316.000 qytetarë të Kosovës me të drejtë vote, pjesë e procesit të dytë zgjedhor për zgjedhjen e kryetarëve të komunave. Raundi i parë i zhvilluar më 12 tetor, dërgoi në balotazh 18 komuna. Gara do të zhvillohet mes dy kryetarëve më të votuar nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale, por që nuk arritën të siguronin më shumë se 50% e votave. Në raundin e balotazhit, partia që hyn më shumë komunë si forcë e parë është Lëvizja Demokratike e Kosovës me 6 të tilla, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 4 dhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetvendosje në 3 komuna. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ushtruar të drejtën e tij për të votuar në raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Kosovë. Pas daljes nga qendra e votimit, në një prononcim të shkurtër për mediat, ai bëri thirrje qytetarëve për të marrë pjesë në këtë proces. Unë përsa votova këtu në Prishtinë, në ndërtesën e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për 4 vjeçarin në vijim për ata si banor të komunave të Republikës. Gjithçka do të shkoj mbare mirë, edhe Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë përgatitjet, por edhe që të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit tashmë ndodhen në qendrat e votimit, ju dëshiroj suksese. Vendvotimet në të gjitha komunat e Kosovës, ku zhvillohet balotazhi, do të jenë të hapura deri në orën 19, sipas Komisionit Zgjedhor të Kosovës. Procesi zhvillohet në 525 qendra votimi, megjithse 1648 vendvotime, prej të cilave 507 qendra me 1628 vendvotime për votimin e rregullt, ndërsa për votime kusht janë 18 qendra, nga një për çdo komunë, me 20 vendvotime sipas Komisionit Zgjedhor. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në Skan Televizion. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.